Show. Shikus të nderuar Roma, po e nisim edhe një Vala Mala Show. Sonte I kom mësafir dy njerëz shumë të mrekullueshëm, këtë pahiri kemi njoft, e dim që në këtë Kosovën tonë jemi bo sui generis për shumë sene, edhe është e çuditshme se çka ndodh me jetën tonë, do thojnë pak fajet politika, do thojnë pak mungesa për me dalë, vizat që na kanë mungu tash po këshyjmë me pa jetën edhe jashtë, edhe këto sene kanë pru që në Kosovë me hup interesimi për punë, me hup interesimi për investime, jo për lype të shfeti, jo kjo, jo s'jen nuk është klima përshtatshme, e shumë gjana tjera. E sonte është një qift, jenë një burr e një gru, të cilë kanë vendosur marrë prej jashtë, prej jashtë Kosovës, marrën Kosovë me jetu edhe me investu. I kanë thonë ditën e mirë kretë Zvicrës e Gjermanisë, edhe kanë vendosur marrë tu. E çka është më interesant, qifti që kanë ardhur dhe kanë investu këtu në Kosovë, i kanë qelë si me thonë, vend turistik shumë të mrekullueshëm, me villa, me restoran, po investojnë, po ndreshin, po punojnë vetë, po jetojnë vetë, ata janë edhe të dy nacionaliteteve. Vajza është shqiptare Kosovës, dërsa djali është nga Gjermania. Jenë taku në Zvicër, jenë bo bashkë, kanë fillu jetën bashkë, edhe kanë vendosur me ardhë me jetu në Kosovë. Pikërisht në Rrugovë të Pejes. I ftojmë në skenë, sonte janë mësafir këtu, është Keti dhe Marku. Keti, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Mark? Mirë. Mirë. Që ti shajki punë, ta i mirë. Nuk e di alo shqip mirë, nuk kupton ka pak. Ka pak. Gjermanisht, sot do të folim pak gjermanisht, pak shqip, pak anglisht. Po. Për në ullën e. Faleminderit. Si po ndjeni? Mirë, faleminderit. Është era parë që jeni në një emision. Po, është hera parë. Nashta keni me pas pak stresu se... Nashta. Mirë jemi. Mark, si e ti? Mirë? Mirë. Shqip pak din. Pak shqip. I understand, but speaking is... E kupton, po me folje ka pak problem. Që e ku ta ki nusën shqiptare, është mirë mos me ditë fort me folje. Më di se folë në isa nga bim, kërse dhe jaki, pëse ma ngër dhe pa lidhe. është ashtu. It's much better for you not to understand in Albanian, because when you can speak something that your wife doesn't like, and then, you know... Yes, she translates. I understand. Es könnte gefährlich werden, wenn du was Falsches sagst. Okay, I still, Katie should speak. Keti, për ka je? Jam prej Pejes. Prej Pejes. Po. Afrom, a largom zot nga te, që shtojnë për Pejes? Jo, afrom, valla, se më në largu, jena konë bol lërg, tash. Afrom zot nga te, për ka e tje prej Pejes. Qash ofër që ka ofru zoti me Markin prej Gjermanisë në Zvicër atje? Po. Një farë trekantë që Kosovë, Gjermani, Zvicër. Zvicër, po. Që sa jeni bashkë? Jemi që 5 vite. Që 5 vite? Po. Të martuam? Bashkjetojmë. Bashkjetoni? Po. Dashuni për letra? Tash, po më do këtë pyte këta se... Pa, në fillim që shka një, se tash e përse dhe këta? Jo, veç prej dashurisë. Veç prej dashurisë. I'm asking her, how did you met, and it was love in a first sight, or just because of the papers needed for citizenship? When I saw first time Katie, it was love. I don't know that she was ship or Switzer, or it was Katie, the person. Po thot që Keti u konë personi që ka bo më randa dashni, s'ka pas bëj heq, se ki dit asa është shqiptare, asa është... Nuk e ki dit, në moment. Kannst du übersetzen? Du wusstest nicht, dass ich Albanerin bin. Jo. Vesh të ka pëlqy me njerë. Ku jeni taku? Where you met her?
Wo haben wir uns getroffen? Remember? Wir haben uns über eine Singlebörse kennengelernt, eine ganz bekannte, und das war reiner Zufall. Gjermanisht ma përkthen se unë s'di gjermanisht. Ka qenë një aplikacion, Okej. dating, wie hieß das nochmal? Ah, me aplikacion. Po, Tinder. Po. Tinder. Në Tinder, po. Këtu halas kemi nisë mi përdor Tinder. Aty jemi njoftu, edhe do më thonë një kohë gjatë vetëm kemi shënu, jemi njoftu, do më thonë ashtu po, disa muaj më radhë, edhe mandej kjo është orë në Zvicër, jemi taku, edhe kështu fillon ajo tregimi ynë. Disa muaj në Tinder, në aplikacion edhe mandej takimi kështu, a ka qenë i njëjti emocion edhe kur u pat live? Jo, ka qenë pak ma ndryshe se ashtu vetëm kur të shkruan me dikand, do më thonë ma mërmendja që je ashtu pak ma e lirë, ose ndoshta bile edhe ma e qetë për me shkru, për me shënu. Mrapa kur shkru një ma lirë, se si mandon pasojat atë. Po, se mendoj që kur të shet dikon, adin është pak ndoshta marja, pak emocionet asi, e kështu kur shkruan, ma mërmendja mu që është ma letë edhe mundesh mi spjegu ndoshta gjana edhe ma shumë se që kur të shet personin direkt. Kalzon drejtën kur e ke njoftu në Tinder aty me fotografitë e veta, këto që i ka pas aukon me flok, me një fotografi tjetër kuj. Jo, kon me fotografi. Zakonisht ndodhe del krejt tjetër kush. Ku zhama i një djali agjës ka shkru valloj që aty se jajmë pa të regjistru si të ishka u bolla. Jo, jënë kon fotot e ti, edhe me të regu të vërtetën nuk o kon ajo ma e rëndësishmja qysh doket, do më thonë pamja, po qysh është si njeri, e që ajo është që ka deshta që provova edhe me thonë, që njeri e njofton tjetrin, do më thonë tu shkru me ma shumë emocione, do më thonë spjegohesh ma shumë. Po këthejem të aplikacioni edhe njëherë, që e përmandet të Tinder, se është goxha guximi me hi aty, me provu vetë ideja që mos po bi njerëz gabun, mos po mashtrone atjera, nashta edhe mund është me hi pak si për hajgari herë për me provu. Që shërë dhe ideja më regjistru në Tinder? Nuk o konë faktikisht ideja ase njonit, ase jemja, ase ti, po fëmija. Do më thonë, bas një kohë, fëmija, mami duesh me këqyrë, me njoftu dikon, që ashtu edhe djali këtina. Fëmija, do më thonë ju... Ata i kanë bo aplikacionet për neve. Djali këtina, ja ka bo, e mu ma kanë bo fëmija. Do të t'ju vini dytë për i dy martesave të ma hershme të dështuara, me të cilët keni fëmij? Po. Edhe keni qenë kështu single për momentin, edhe hajtë ta provojmë fatin një herë. Po, që ashtu ka desh fati, do me thonë ata e kanë bo, edhe normal që në fillim as nuk disha që shkon ajo, po atëre ish aty mu taku, një farë meq, dull, edhe kishe mandej mundësin... Garantja 2 mujtë e parë ty të kanë shku të këshu femna ti aty. Jo me këshu femna, po ati femna, shaku ka dalë që kjo bukër, shaku ka dalë kjo. Që ka pas ka vesh, që që pas ka u flok, po... Atë dalë edhe në foto që shtua me s'dalë. Që ashtu? Spjegoja pak se ka qef me ditë. Meint, wie das war so anfangs, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, dieses Tinder downzuladen, wie es so anfangs war, wie wir klar damit gekommen sind. Ja, wie gesagt, es kam dazu, ich hatte mehrmals Pech in meinen Beziehungen und mein Sohn hat für mich diesen Account gegründet, also quasi angelegt und mit meinen Bildern und hat mir gezeigt, wie es geht. He showed me this and I test, and at the one day was nothing, 2 day, and at the third day I find Katie. And she was... Po thot, i ka pas disa dështime, do më thonë, nuk i ka shku mirë me
partnere që ka pas, edhe djali mandej ja ka bo atë aplikacion, i ka qitë fotografijat e krejt ato që ka duhet, po thot, parën ditë e kom përdor, s'kom pa kur gjo, as dyten, e në tretën ditë më ka pa mu. Që ato tentimet e ma hershme që pëthu pa aplikacion që t'kanë dështu, a u ka ishe të djalja? Also, da wo du Pech hattest mit deinen Beziehungen, hast du dich dann ausgeweint bei deinem Sohn? Nein, aber mein Sohn ist schon sehr erwachsen, 32 Jahre, und er ist ein guter. Wir haben nicht nur Vater-Sohn-Verhältnis, wir sind auch gute Kumpels, gute Freunde. Und ja, ich rede über alles mit meinem Sohn. Po thot, djali jam është i rritum, i ka 32 vjet, edhe unë e flas, domethënë për gjithçka me djalin tem, edhe po i kom tregu. I ka tregu, pak a shumë pi disha gjermanisht, kështu pi marrë vesh. Pak pa ma nimon me dur, kur për bën qështu pi dija, po e kuptova dhe që ta jemi shok mirë dhe është 32 vjet dhe që më kupton e... Also du hilfst ihm mit deinen Gesten, dass besser Deutsch versteht. Okej, ma vonë do të flasim edhe për jetën e juaj, për problemet që mundet me pas dy nacionalitete, gjuha, traditat, zakonet e tjera, po njëherë po du me kalu te kjo çka e keni nis. Maketi Village, fshati Maketi. Maket është, dihet Maket është një maket me bo një model, po këta kanë gjithë formën Maketi është Mark edhe Keti. Më thonë Gjermat, Mark, Ma edhe Keti. Maketi ka dalë fjale kuptueshme. Po edhe mi pas qitë Ketin për para edhe Markun Mas, edhe ajo Shqip është kuptu. Ketima, Kitima, dhe më thonë. Poden, ose kema, dyqysh si koma, si keq delke. Kitima, dhe për kusura për kështë. Kjo është një investim që keni boja në 2 villa, një restoran, një mini fshat që një të bo aty në Rëgovë, bëni me kalëzu vetë ma shumë se qka po ofroni, pse keni vendosë më ardhë me investu në Kosovë, ideja ku i ke, është menu për para, veçerdhët edhe hajtë të bojmë? Në fakt, se unë jom shku si kur fëmi në Zvicër, do më thonë ku kom jetu 36 vjetë, edhe jom këthy tash, më thonë, në moshën e gati të leshnis. 36 vjetë, ki jetu në Zvicër? Po. Interesant, je shku pa u leja? Jo, jom kone leme, i kom pas një 13 vjetë që ashtu. Edhe... Vede dhe me astro të gjash se ki. Para 3 viteve, jom këthy do me thonë definitiv për krejtë në Kosovë. Para 3 viteve? Para 3 viteve, ku veprojmë edhe jetojmë, do me thonë në Rrugovë të Pejës. Do me thonë, si kur gjdo gurbetqar, mërgjimtar që ka ardhë në Kosovë, une kom pas qef gjithmonë me shku në Rrugovë, edhe Rrugova, do me thonë krejt regioni Rrugovës më ka pëlqy gjithmonë, edhe kom pas gjithmonë dëshirë diqka atje me bo. Ndoshta jo në këtë format, atë shumë, po diqka me pas aty. Edhe faktikisht edhe qashtu kemi fillu. Do me thonë, kur jemi njoftu na, edhe Marko ka pas qef, jo pse e ka ditë që unë jom shqiptare, ose nuk e ka pas ashtu ndërmend, do me thonë, me anë Kosovë, po gjithmonë ka pas qef edhe këtë dika një shtet tjetër me shku me jetu. Me ndryshu, po. Po, edhe kur jemi bo bashkë, do me thonë, o kuptu për i kajt jam, i kom thonë, jepi aeroplanit, unë ta rezervoj biletën edhe shkon Kosovë, po pa mu. A, më ardhë vetë i herë? Du me shku ti vetë edhe me pa, me njoftu Kosovën, me pa qysh po doket atje, se kur të vijune, muj me të trigu ndoshta vetëm sendet e bukra që janë, ose vetëm sendet e mira, e kështu, do me thonë, kur shkon vetë, she vetë edhe e merë ti atë mendimin tëndë. Do me thonë, po ta imponu dikush në këtë rast une. E ti po thu që kur ka ardhë vetëm, këj ka pa veç sendet e këqia si ka pa të mira? Jo, ma me rëndja që i ka pa të mirat, se që ajo edhe mandej e ka shti me vendos për me ardhë edhe kë me jetu në Kosovë.
Sa ki pa të mirë kër i ardhë vetëm herë në parë? Was hast du Schönes oder Gutes gesehen, wie du damals alleine in Kosovo gekommen bist? Okej, girls, okej. Qikat po. Hallo. Ja, Hallo. also es war schon mal wirklich sehr, sehr schön von ihr, mich alleine in den Kosovo zu schicken. Ich fliege sehr gerne und ich war sehr neugierig auf Kosovo, Pea und vor allen Dingen Rugov, Gebirge. Ich liebe Gebirge seit meiner Kindheit. Und wie ich nach P rausgefahren bin, ins Gebirge, nach Rugov, war eine andere Welt. Und da hatte ich schon Gänsehaut. Und ich habe mir Landschaft angeguckt, den Fluss angeguckt, Lombardi. Und auch war in Stubec i Mat, Stubec i Vogel, habe mir ein Grundstück angeguckt und habe schon geträumt. Dann sage ich, ja, hier möchte ich leben. Po thotë si mas pari, o kon shumë ide e mirë që më ka qu vetë, do më thonë me ardhë vetëm në Kosovë, edhe kur kom ri në Peja si qytet më ka pëlqy, po rrugës për Rugov, atje thot ka fillu ëndra jeme, do më thonë kur e kom pa se i du bjesht, në përgjithësi, po kur e kom pa, do më thonë gryken e Rugovës, kur i kom pa ato vende, jom tërqet, Rënqeth, po. po edhe thotë më ka pëlqy shumë. Pse që shtu edhe na rënqethem kur këta rënqethen për vendet tona. Edhe une që ta shu rënqetha ka. Shtupesh i vogël, e kuptova ato, klajnë shtupesh, Po, krosë do më thonë shtupesh. ka shku në Shtupesh të madh edhe në Shtupesh të vogël, në Shtupesh të vogël e ka këqyr një vend, një tokë, A keni pas tokë tonën, a keni ble? jo, e kemi ble. E keni ble, masandej, okej. Po. Ky e ka këqyr një vend atje në Shtupesh të vogël, o kon mirë, po nuk jemi rënë dakord me ble atë ku, Okej. do më thonë qatë tokë që e ka pa ky. Skoruka. Edhe nuk ka pas rrugë. Rruga, po. Po. Piseneve të këqia në Kosovë, rruga, a? Die schlechten Sachen in Kosovo? Okay, Ruga. Rrugët. Ruga është shumë keq. Rruga shumë keq. Rrugë të vogla se autostradat i kemi bot mira. Autostrada mirë, Ruga Rugov, Pa. oder Stubec, oder Aty rruga për Rugov nuk e kemi bo ma shtekt. Aty e kemi një ka u shku dhia. Pasin wir der Ziege nachgefolgt. ja, Për para në vend të inxhinierëve kemi pas dhit. Ka kanë qelë dhit rrugë që ne jemi shku. nein, ich bin fasziniert von der Straße. Also wie das gebaut wurde, ist Wahnsinn. Aber es fahren tausende Autos. Po thot për ndryshe jemi fascinuar që e kanë punuar atë rrugë, po qaq shumë, do më thonë, kere, kamiona, Gropa, po. që Ngarkesë ende është për nandej, tonë. është shumë ngarkesë e madhe për atë rrugë. E pa atëherë se ka bo sa dhia se kanë me dalë kamionat e Ziege këto. hat damals halt nicht gerechnet, dass so viel LKWs fahren. Und Qërë, Lopa auch nicht. E kem, As Lopa, Lopa nuk del fort me qelë rrugë. Nuk del fort. të na rrit. Historikisht, na njihem si popull Shqipon. Po asistentin më të mirë ne kemi pas dhinë. Edhe Skënderbeu ka pas betejat kur i ka fitu me që e ka bo mandeja dhinë, sepse përmes dhive i ka fitu shumë beteja, kur i ka lidh flakat në për brina dhe Hab's fast verstanden. Also wir Albaner sind ja bekannt Ja. für den Falken, Ja, Schiponia. Aber unser Assistent war halt immer die Ziege. Selbst Skënderbeu hat ja auf seine Kappe die Ziege ja, das stimmt. ja, gehabt. Stimmt. Dankeschön. War eine as se Ehre, ka ja. ditë këtë punën e betejës. Das habe ich. Also dass punën e betejës e ka ditë se i ka pa Ja, Punën e dhive. filmat, do më po. thonë, wir haben, Skënderbeu war fast das erste, wie wir die Villas gebaut haben, war Skënderbeu in groß das erste, was wir in den Garten gestellt haben. i pari dekorim në atë aspekt ka qenë busti i Skënderbeut që e kemi vendosur Onta do hatte të thonë villat maketi atë. i village, po. Ma herët kur folëm kallëzoj që e ka idol Skënderbeu, do të thotë. Po, E don shumë edhe po, du magst
Eskenderbeu. Ich mag ihn sehr. Ich habe ihn sogar schon gekannt, bevor ich irgendwas mit Kosovo zu tun hatte. Ich habe die Geschichte schon Dokumentation gesehen. Zufall, aber mich hat es fasziniert und ich kenne auch seine Geschichte, seine Kriegsführung. Po thot është pak e çuditshme, po edhe para se me mjoft mu, do me thonë edhe para se me pas të bëj diçka me Kosovë, e ka fascinu shumë historia e Skenderbeut. Shumë mirë. E ka fascinu këtë Evropën. Und sehr fasziniert. Me këtë jetën e tij, veprën e tij që e ka pas edhe prej asaj kohë kur Venediku, Vatikani, këtë Evropa kanë qujtë edhe mbrojtës të perëndimit. Mirë. Pse kaq pak shqip ki mësu, që sa që jeni bashkë. Ob ich ein bisschen Chip kann. Wieso, dass du Pak, nur Chip, so pak. wenig Albanisch gelernt hast? in der Zeit? Ein Problem war, ich habe Maketi Village haben wir fast alleine gebaut. 3 Jahre am Stück. Und ich hatte nicht so viel Kontakt zu... Që 3 vjetë që ardhë, po thotë që tash unë po më mëna më përkëtu, që 3 vjetë që ardhë, Maketi Village, këta që kanë punu, do të thotë, i ka ra më konë shumë i angazhu, një me kontaktu me njerëz me punë edhe s'ka pas ku me kontaktu me Sakt. përshë. Aber jetzt, ich bin bereit, ich bin sehr lernfähig, die Leute wollen auch und ich kann nicht viele Worte, aber ich merke immer die Freude, wenn ich dann ein bisschen Chip rede mit denen. Das ist sehr schön, auch für mich und ich möchte jetzt lernen, mehr Tash lernen. po thot kom ma shumë kohë që mu koncentru për me mësu gjuhën pak ma mirë, se edhe po më knaq fakti, se edhe që ato pak fjallë që pi di, kur po flas me dikon shqip, pesho sa knaqësi, sa po gëzohen njerëz që pi di disa fjallë shqip, edhe që ajo po më motivon mandej me mësu tash Neve gjuhën. na vje interesant, 3 fjallë me i fol dikush i huj shqip, neve na doke që bide kaj gjuhën. Po. Shumë na vje interesant. Es ist aber auch ein bisschen, Kosovaren sind sehr freundlich und wenn sie merken, dass ich Deutscher bin, sie versuchen dann sofort Deutsch oder Englisch mit mir zu reden und sie machen mir es leicht. Po thot, kosovarët në përgjithësi, po thot janë shumë dashtum, kur pe vrejnë që une nuk po di shqip, po mundohen mënyrën e vetë me fol me mu, edhe që ajo pak pelen mas, do me thonë me mësu shqipen. Kjo tash ju që shinin televizion edhe keni me ngjoftë Markun, kur shkoni atje te villat e këtënve, mundoj me i fol shqip se ky po do me mësu shqip. Jo milon me pak fjalë shqip, po me mësu, se ka me jetu me vepru këtu e ka vendos, se sa ma pak që fol, ma pak e mëson. Unë gjermanishten unë e kum dit deri prome, kum dit perfekt. Sa do qova për gjumit, e kisha harru se di pse, asve. Also bis gestern Abend hat er fließend Deutsch geredet. Wie er heute aufgestanden ist, Ja, versteht genauso er nicht, wie er das Ja. plötzlich vergessen hat. verstehe ich auch nicht. Mir ging es ähnlich mit Chip. Se mbiken man hiq. Po thot edhe mu që ashtu me shqip, njëjtë. Cilat janë 5 fjallët e para që i ke mësu shqip. 5 fjallët. Pjesë. Paren mës ma kalzoj, jo e ka dalë. Paren jo ma kalzoj. Se ditë paren shata mësojnë. Okay, die ersten 5 Worte, wo du auf Albanisch gelernt hast, aber das erste Wort bitte nicht sagen. Nicht sagen. Të paren jo. Soll ich weg? So. Okay. Mein erstes Wort war wirklich Schumstreit. Shumë shtrajt. Po. Ta, Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Faleminderit. Was war noch? Gjeboba. që fat. Und Sucuk. Që bo pa sa mund me së gjuk. Që të Oh. selma që kanë shqipta. Ha, sa mund me së gjuk Me mirë. unë gebuk shumë e mija në Kosovo. Shumë e mirë. Jo, një fjalë që do më thonë që e përdor shumë shpesh, edhe që tonë befasohen është, mbasi që të hanë buk, nach dem Essen, was sagst du? Nach dem Essen. Was sagst du zu mir? Blumchen duet. Ha, të lumë shin dur. Po. Blumchen duet. Kështu, bon appetit që shqipje gjermanisht? Do fëmijë? Guten Appetit. Guten appetit. Guten Appetit. Që edhe këta se kum ditune. Kur shkojsha atëherë me koncerte në Zvicër, ju më kon shku me një hotel, edhe kur qësha me ngjezin me hongër, u qësha shumë herët i pari. Edhe vike njoni
aty ma bëj ke guden apetit. Unë pa ditë se shka po thot, u që shankomi të isha Valen Maloku. Të kujtu që po më prezentohet ai me guden apetit. Nesërmen, po kalon prap, unë të hongër me ngjezaj, guden apetit tash, po una Gjermonit pas ka harru që u prezentum dje. Po hajt tash shumë njerës, apet u qova e prezentohet tash Valen Maloku. Ditën e tretë apet, prap, ai guden apetit, më e thash që ky, po harrej ka. Hajt thash më zbuna djali kesh, prap Valen Maloku pi prezentona. Pi kalzejni shokut që e di ke Gjermonishin atë, edhe i thash që shtu po vje po më prezentohet një farë Mr. Apetiti. Tha qysh? Thash guden apetit. Tha ka të bof mirë. Ditën tjetër nuk dola i pari me hongër me gjezën. Dola ma vonë, pita e si shdrypi, thash këjti thomu në guden apetit dhe me që e këmësu. Edhe a i ullë me hongër në pikale afer për ja thonë, guden apetit, a ju qunë kom, Valen Maloku. Valen Maloku. Ja, ju bof mirë. Ju bof mirë. Të folim pak për këta qa keni bo, se unë kam qef investimet që bo në Kosovë, kam qef me i reklamu. Nuk është emision që është me sponsor kjo, në për qef për jetën e juj, për veprën e juj, për këta që ajni të bo, kem qef me i nimu dhe me i përkra këtë ata që vinë për jashtë me investu, këtë keni me pas sarë që të vini ndimën tonë. Qëka është kjo? Kjo është një album në cilin mysafirët që na vizitojnë e kanë mundësin me nalon ka një mesazh. Këtu sa po shohune, se di a më së shkeli në i privatësit në i kuj. S'po di, S'është problem. dhe më thonë mujnë me i bo dhe fotografit i lojnë, Po. edhe shkrujnë për shtypjet e veta. Po, fotografit i bojmë na, Po, edhe me ata Polaroid. po, Sa po e i shoh. shënojnë, do me thonë, Na falni Për na shta po shtypjet. gabojmë. po, qka kanë përjetu të na, qysh i kanë kalu kohën të na, edhe qka na urojnë për të ardhmen. Vendi ku mbledhemi si familje, jo vetëm me trup, por me zemër. Uroj që çdo ditë ju sjell kujtime të bukura dhe momente të paharruara. Këtë janë fjalë të mira, ky pushim ka qenë një përvojë e paharrueshme. S'pi lexoj këtë, magjike po thot thjesht. E dashur Keti, gjermanisht kjo kuka. Edhe kjo gjermanisht, libe Keti. Do të dhe tash keni marrë veç fjalë të mira. Kemi marrë vish fjalë të mira, po. Klientat që vinë, se ka një vjetë që i keni qenë? Jo, ka... Një muj, më falë, Një muj, po. se një vjetë tash. Po, një Po muj. që 3 vjetë që jeni të përgatit që një muj. Po, se do me thonë, shumë punë, faktikisht gati krejt punën e kemi bo vetë aty, edhe, Këtë pundore. po, jemi mundu jo vetëm me ndërtu në atë aspekt, po jemi... Dhe sa po flasim, do t'i qesim edhe videot nga faqet e juja të Instagramit, kështu me pas se si duket vendi, se qyshe ka ndreq, Po. mu me shme spjegu. Do me thonë, jo vetëm që kemi ndërtu, se nuk e kemi pas atë ide me ndërtu diçka edhe mu dokë si ndërtes. Po. Po na kemi shti aty shumë pasion, shumë dashuri, e kemi bo një vend ku njerëz munden me ardhë, me kalu një kohë që nuk e harrojnë asnjëherë, me pas qetësi, thjesht me ndi veten si kur në shtëpi. Ajrë poster, Ajt poster, ushqime tradicionale shqiptare, ushqime që i pregadisim ne, ju vetë i bëni ushqime. po, do me thonë, ajo, si me thonë, specialiteti i shtëpis të na është skara, do me thonë, krejt që ka përgaditet të na, përgaditet në prush. Në pësh, Po, edhe i kemi do lloj tavolina, ku aty munden njerëz mu ullë rreth tavolinave, qoftë një familje ose shoqni, ku na e servojmë mishin e freskt, edhe ato gjanat për cilësi që vinë, e njerëz munden me pjek mishin vetë. a, dhe më thonë mujnë edhe me pjek vetë. Po, A i paguni? ka njerë po, ja u qesim aty në Llogari. Se më ardhë edhe mi bo bukën vetë, diqysh.
Po, është një farë ndjenje më ndryshe. E Do me di thonë që është se jemi të buaj gore, mëse. Po, nuk kemi pas qef me fitu atë emnin në restoran, se na nuk dojmë me konë në restoran. Na jemi, do me thonë, një fshat i vogël, me që i kemi edhe 7 terasat lojlojshme, ku se cilat teras është më ndryshe se tjetra, ku ndoshta se cilin vend ku të shkon, përjeton diçka pak më ndryshe. Do me thonë, je njëti në vend, po është një farë ndjenje më ndryshe. Edhe këtë librin që keni punu? Ky libër e kemi punu, do me thonë pak... Kjo kallëzon edhe në fillim sa po shohun e storyn e juaj? Janë fotografijat, do me thonë në fillim, gurët e parë kur jom vendos, edhe qysh kemi orë, do me thonë të ideja, qka kemi punu. Është në 3 gjuhë e shkrume? Po, shoh, po e ton ndjenjën e magjepjes prallore kur çdo gur kishte një qëllim. Do me thonë aty çdo gur që e prek e ka qëllim. Është gjithçka punune, a qesim që tu, a mëse qesim që tu. Po, e kemi mendu shumë herë, jemi nis edhe pri asaj, që shtash edhe ma parë, jo vetëm me ndërtu, po do me thonë se cilin send ku e kemi vendos, e kemi mendu qysh ka me konë, qysh ka dikush me përjetu këtë send këtu, qysh kanë me ndi njerëz vetën. A janë qëto çmime ta? Po, janë edhe çmime. Qoftë janë qëto që i keni shkru? Po, që ato janë çmimet. Lirë koka? Me mishtjuin, apo a me mishtonin? Jo, me mishtonin, okej, se thash, mëse kena mi pjek vetë me s'duhet mi marrë dhe nishin. Jo, ju veç keni me pagu që keni me pjek, po nishin na e qesim. Çmimet po duken shumë lirë, shumë të arsyeshme, vallai edhe në shtëpi ju bohen mashtrat. S'po di... Seriozisht, garantoj. Çka me thonë, po na... Pas ka dhe barbecue party, me çmim hajgare, ku mundi mi marrë këtë lloje të ushqimit të pijeve, me 99 euro. Shumë bukur, 59 pas kafeta. Nuk e kemi bo në asnjë moment, do me thonë, biznis në atë aspekt. Normal që... Po, me jetu, se ju vetë jetoni aty? Po, na vetë jetojmë aty, po nuk është tash që kemi, se tash kom jetu 36 vjetë në Zvicër. E di qka do me thonë me punu, me fitu, me arrit diqka. Po kjo nuk është mo qëllimi jem me fitu, mu bo e pasën tash prej Maketi Village, thjesht që ato qka e kemi punu, që dashni që e kemi shti që aty, ju e keni mledh dashnin e ju e keni bo dhe si biznes edhe si jetes eksistencë. Është e kjarë që nuk kemi logari, ashtu sa musafir vinë, do më thonë, krejt mi jep pa pare. Kuptohet. Po nuk e kemi atë qëllim me thonë, po pasunohemi tash për këta. Jo, na veç kem qef me da që kemi punu, po thamë aty, edhe me ardhë ndoshta njerës huj, edhe me shku si familje, si shok, si miq, edhe me ardhë prapë. Mark, që 3 vjetë që i ardhë këtu me jetu, tash edhe të quin edhe të njohin si Mark Rugova. Jetzt kennen Sie dich halt alle als Mark Rugova. Ja, ich war überrascht, sehr überrascht. Plötzlich kommen fremde Leute und rufen Mark Rugova und selbst im P rufen sie Mark Godosh, Mark Rugova. Ich habe nie gesehen, aber ich habe Freude. Po thot jom befasu shumë, pse tash edhe njerëz pa njohur, do të thonë njerëz që nuk i ngjeh ky, po vinë aty, e kemi pak si breg, që shtu adim për mundgjit të na, edhe prej poshtit po thrasin, o, Mark Rugova, do të thonë sikur në Rugov, qësh ofir gjithmonë. Para se mu zbulu telefonat na, Wi-Fi kemi zbulu. Po, Marko! E qashtu. Në me thonë edhe në pej, edhe në qytet, për përshëndesin njerës me Mark Rugova, edhe pse ky shpesher nuk pi në gjek push janë, po knaqet, pi pelqen, do me thonë që ajo. Ich mag das sehr und auch der Respekt, wo ich bekomme, ist sehr, sehr schön. A jeshim njerës të mirë? Na shqiptarët, a jeshim njerës të mirë? Albana gute. Po. Dallavergji sa dur? Po. Shumë i mirë. Dallavergji, po. Shumë i mirë. A jemi dallavergji ajo?
Po. Ob sie so Betrüger sind und Kapak. Ama ka lezet. Marr ka lezet, ka Nein, lezet. 95% sehr gut. 95% do më thonë shumë mirë. Sehr gut. Tash niset prej asaj pri njerëzve që kemi pas bojmë deri tash me ta. Sehr gut. Përgjithësi është po. Me ardhë prej perëndimit, me ardhë prej një shteti shumë të modernizuar, me ardhë tash Kosovë. Për ty a ka qenë ëndër që me thonë pleshnin pjesën tjetër tjetës, po du me e kalun qëtësi, po du me e kalun bjeshk, në mal. Apo është ëndra jote, apo është thjesht dëshpërim mërzitje për jetës që ke pas perëndim? Der Entscheid, dass du jetzt hier also überlegt hast, jetzt der Rest von deinem Leben in einem Land zu verbringen, das heißt von einem modernen Land wie Deutschland und dann hier nach Kosovo, ist es der Wunsch, wegzugehen, in einem Land zu leben, wo du Ruhe hast, oder ist die Enttäuschung von deinem Land und du hast gesagt, ich möchte da nicht. Because it was your dream? Yes. Or disappointment from previous life? Es sind beide Gründe. Es war ein Traum, in die Berge zu gehen. Sie hat mir es einfach gemacht, mit meiner Liebsten dorthin zu gehen, möglich zu machen. Und ja, Deutschland ist ein modernes Land, aber Kosovo wird auch modern. Und in Deutschland läuft nicht alles so gut, wie jeder mitbekommt. Und hier finde ich es aufstrebend und ich empfehle auch, die jungen Leute hier sollen hier bleiben und hier was machen. Jo, po thot, është prej dyjave kapak. E kom pas gjithmonë ëndër dikun bjeshk me jetu, e po thot, tash s'po të kallëzoj çka tha, kështu atë. Jo, kallëzoj se e kanë marrë vesh shumica din. Dhe më thonë u ardhë për shkak tonin. Po thot, është edhe Shë ke ajo bo me pjesa. djalit kështu? Ha? E pas ke qitën sërnisht, thojnë të na. Dimi shu defi të me. Është pak edhe dëshprimi në vend vetë në atë aspekt, se po thot, as atje nuk është krejt qysh duhet me konë, e Kosova është të shku për para, është u modernizu, edhe po thot, i kisha lut krejt rinin që po mundohen edhe për shprejnë dëshiren me shku dika jashtë, mos shkoni rini këtu. Po s'pe kem parë me investu. Më shku me fitu parë, më ardhë me investu këtu. Er sagt, die haben halt nicht genug Geld zum hier investieren. Sie gehen, um Geld zu verdienen Geld. und Ja, kommen investieren. aber genau dieses Thema. Ich habe einige Leute getroffen von Kosovo, wo jetzt in Deutschland waren und sie sagen nicht mehr so, Geld verdienen in Deutschland. Das ist nicht mehr so. Po thot, i kom taku disa njerëz që janë shku kohën e fundit në Gjermani, e nuk është mu as atje me shku me fitu pare në atë aspekt. Habe ich jetzt selber erlebt. Po dhe problem, gjithë ka u bo ekonomia, po a i ki bo letra tu? Hast du deinen Status hier? Mein Status. A je bo banor i Kosovës? Ob du Ich habe meinen Status noch in Deutschland, aber mein Herz ist in Kosovo. Es wird kommen. Ich werde den kosovarischen Status Po për me punu me jetu këtu duhet me pas leje qëndrim. A ka bo leje qëndrimi, letrat? Jo, nuk i ka bo. Po thot, unë jam halo, dhe më thonë, banor e shtetas i Gjermanis, po zemra jeme i takon Kosovës, edhe shumë E shpejt kuptova. du mi bo. Ju kunor s'kini dhe më thonë, hala, s'ja ki bo letrat. Halo, bre. Hala. Und A, je ardhë për dashnia për letra, vesh kallëzëm se ti dojem që to. Wegen der Liebe oder wegen Status hier gekommen? ich bin wegen der Liebe gekommen. Po, a, 100%ig. dhe më thonë s'jenë më nësi letrat. Und Viza B, viza C, ich brauche kein Visa. Ich bin Deutscher. këtu. Nein, in Kosovo meint er. Me nejt, Habe ich. edhe këtu. Das war nicht wichtig halt, dass du jetzt Nein. Aufenthaltsstatus hast oder wie das Ich sich habe alles hab nennt. Visa K.
Visa A Kiki. keni Ah, bukë vizën kë e ko. Ja. Visa ka, të më Noch eine schöne Geschichte. Mein erster Flug mit Koffer, wo ich in Kosovo gekommen bin, der Zöllner hat gesagt, Marco, was machst du in Kosovo? Sag ich, Chica, Gui. Und er hat gesagt, welcome in Kosovo. Und dann war... Po thot herën e parë që atëherë kur jam ardhur në Kosovë, aty në pasaportën kur e ka tregu, i ka thonë ai Marko, çka i ardhi në Kosovë, çka i ka bën Kosovë, i ka thonë gruaja, çika. Ka shqipnia thonë kollovar, kur bosh dhondër që vjeton të shtëpia grus. Nëse të shtëpia grus jo, po të vendi grus. Kollovar e thonë, të na se di hiç. Thonë e fispi gruaja, fispi nona. His për desha që shi thonë që se... Po ja, se dhe se 36 vjetë ki jetu jashtë, nuk i di se ai di traditat ku të martohen e kështu që shbohen. Po, I din. që duhet me marrë dore, me mjelte, me... Ato po, këtia ja ki mësu. Po, ka pak. A i ki marrë dorë, Po, krejt ka Krejt, daldole a? kështu. këtia ja ki mësu ato dhondri që shduhet. Po, Kur ka ardhë dhondri s'pare në shpia, ja keni shtil akumin këpuca. mjelt, ja kena mush. Mjelt, po. Me mjelt, a? A ja keni bua jo? Jo. E ka përdosh me mësu këto, që ato kanë lezet, kalëzesh fara djeti është, ku të vje herë në parë dhondri duhet. Unë së tradicionin dhe me hajratet. Po nas jena martu dhe për që ata si kena bo. Shka jo, rënëni bashkë. Paj po, diqysh. Shka bë... Kalzej. Duhet njerë Këpucen këtu, më shti mjell. Wenn der Schwiegersohn zum ersten Mal die Familie von der Braut besucht, werden seine Schuhe mit Honig gefüllt. Und er hat keine Ahnung, er muss sie dann anziehen. Das ist neu, das kenn Vjen ich dhondri herën e parë, ka të bën me shku dikush një sherr aty ja bën ato. Po veç kom pas qef mas pari kafen me kryp një aqit. Edhe ato kafen me kryp, e ti mas një dhondri kur ti vesh këto, Stimmt das mit Honig? ama nuk duhesh me reagu. Qëfse reagon dhondri no good. Wenn du reagierst, dann bist du kein Okay. guter Schwiegersohn. Ah, Du musst nichts Ich dachte, es vergleichen. kommt Geld rein. Nein. A qëfse E hes gel qashtu, duesh me dhonë ti, me më falj. a ti pare duhesh me im shef diku ku se shojnë kërkosh. Okay. Du musst dann das Geld verstecken irgendwo. Es darf keiner sehen. Erst wenn du gegangen bist, dann suchen sie halt, wo das Geld ist. Me s'kesh, Weil nuk kem qef na dhondri për të me kesh me ne me tradita tona, me s'kesh, jo. Qashtu. Tradition. Tradita është tradit, duhet me dit. Ich musste viele Traditionen lernen, aber ich mag das sehr, dass Traditionen noch geschätzt werden. Po thot, më pëlqen shumë që këtu ruhen halot shumë traditat. Edhe ruhen traditat, me gjithë se kemi nis ka pak me i harru, po edhe dyqysh na vje lezet, kur të hujt, mundohen me u përshtat me traditat tona. Er sagt, es ist ein bisschen am Ja. Ja. verlieren gehen, aber wenn Fremde sogar unsere Traditionen benutzen, Gerne. dann ist das für uns natürlich noch Also eine größere Ehre. ich mag das sehr, sehr und ich mag auch die Musik. Ich mag auch Talava. Ich mag Po kallëzëm që po thot. Bubov-Musik. Po Am thot, shajtja? jo, Am shajtja? po thot, Mës ma pështel. më pëlqejnë traditat, po thot më pëlqejnë edhe muzika shumë shqiptare, E di. edhe E di se kem muzika muzikën e mi. Rrogovës, po i pëlqen shumë. Ja. A ki qef ma shumë me kënu a me këcy? Magst du lieber tanzen oder singen? Lieber singen. Lieber. Me Aber këndu, po thot ma shumë kom Hade qef. kime na kënu një kong shqip. Po, një kong shqip ma të mirën. ich kann ja den Text. Duhet më jashku tekstin diku valon se Qashtu që shti vje? egal wie ganz einfach gern singen. Muss mir helfen. Welches Një moja ka pak zonin e dyte, bashkë në një. Ja, das kann ich. Also, Ekuina lule lule. Hoina ja fall wo sonte. Abflugte vor Ja, I don't know the text. When I sing karaoke, I know it.
Kur ta shen karaoke Po. aty tekstin është tjetër sa. Karaoke, I sing ship, but so it's not easy. Okej, ma vonë Regjia, mundi më përgatit një tekst të kongës e Kujna Lule. Lule, bejta, po. Beta Lule, me qitë aty se do aty lexoj të kënu. Mundësisht Regjia, di që keni qatë mundësi, një ekipi maj mirë, edhe ma përgatit një krejt edhe kemi me shtime kënu. E përgatisin tash se duhen me marrë edhe Në rregull. me Oh qitë. my god. E Kujna Lule, Kujna. Oh my A ka gjetë e Kujna Lule ajo? Keni Irgendwie- qef me kënu karaoke? Ich habe mit Lule, was mit Lule zu tun hat, mag ich sehr irgendwie. Do të krejt që ka të bëj me lule, diqysh më pëlqen. Viele Lieder mit Lule. Ihre Schwester heißt auch Lulia. Motra e ka Ja. emrin Lule. Ist auch sehr lieb. Edhe po mduket që ajo është edhe arsyeja pse e ka mësuar edhe fjalën Lule, edhe nuk e harron më kur se e din se motra e ka emrin Lule. Edhe Sa motra e ke? një. A vesh një, okej. Ta kish pas edhe nej motër me emnin Miradije. Goxha zër kështë pas me mojnë ma. Wenn ich noch eine Schwester gehabt hätte, wo Miradie geheißen hätte, dann wäre Kalëzë që Miradije për pojë kanë thonë për Miradijen. Miradie. Das kenne ich jetzt nicht, das Wort. është emni tezës teme, më s'kesh me qatë Sonst nicht lachen, seine Tante heißt so. Oh, okay. Tezja Miradi. In voll. Das sagst schön. Okay. Hade, Hältst du- fuqishëm. Hajde. Fuqishëm. Okay. E Kujna Lule, Kujna, Kujna horisonte. E flockte bada cesa, les pascerin sonte. E Kujna Lule, Kujna, Kujna horisonte. E flockte bada cesa, les sonte. A the mu me knu aktiv, lo. Ja, mirë që jam ajtë e zonë e dytë, po unë e vrejta dishka, dhe sa lexoj këtë pjesën këtu. Ein bisschen A nervös. flokët e bardha xeza, flokët e bardha diqysh pat ma shumë emocion të xezat Emotion. Ma pak, ma ha? pak. E që e mboni për shtypje, zdia ato. Shkova. Du hattest mehr Emotionen bei weißen Haaren, also bei blonden Haaren. Als Oh. Das stimmt Pa nicht. i janë njësën më Shit, përlaj, mama u përshën. Tje. A, ta, qafe pak. Qafe pak, se ujidhnu. Ach so. Ey Kujna Lule, Kujna. Nein, E, mark për kuke, ich shumë mag das pozitiv. Lied wirklich sehr und wir haben auch letztens einen schönen Karaoke-Abend gehabt mit tollen Leuten und ich glaube, denen hat es gut gefallen. Heute bin ich sehr nervös. Po thot, më pëlqen shumë që kjo kongë dhe kena pas para disa netve kena pas një mramje karaoke me do njerës shumë të mirë që i dojmë shumë edhe atë natë e kom knu, po sonde po thot jam pak me Ti çfarë emocione. këngë kënon në për karaoke? Unë? Ti çfarë këngë kënon në karaoke, kush ka një masi pas Unë këtë qërë? ka të më ri, valla. Hade, jep janë një. Një këngë special për Markën. Për Markon? Ta. Du sollst halt singen. Was soll ich dir singen? Du kannst singen. Heide. S'po di, vetë ndihmon pak. Shka me të një mu më unë ku Se dhe në digjon për kongë, Markën. s'po di. E cilën kongë. Edhe qështu pa Unë muzikë, pa për përgjua? Markën, po me pa muzikë. atmosferë, heqa? Ja shtim atmosferë, në mas nej. Ti dush me bu atmosferë, jo. Unë e di veç atë kongën, Marka Musa, Marka Laki, mës qëlloj kun Fardajaki, shkon me qatë dhe tre si mu kon, me shpat të i përje si mu kon e Skenderbej. Konga Zagrebit është për Markin, për një mark tjetër u kon. Jo, ato nuk e di. Mojdašni. O, moj dashni, hajde, hajde, hajde ti, hajde, heke, 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 hajde, heke, me të mërzi. Se kalon edhe kjo, jo, ty më stanin, se unë ty gjanë kam, me ti mu gjanë m'ki. Hey! Mark, Hajde një aplauza, diqka se kokën e vatli, jo për tjerë se metëm pa tekst. Po, jeni pikë, rej. Dhe qysh, valloj, sërzësht. Mirë pas ke punt, Mark. Ska jag gut sagt. Po. Po. Wenn ich ja Liebeslieder singe. Mojdašni
hat uns begleitet beim Bauen. Wir haben das sehr laut gehört, 100-mal gehört und gearbeitet zusammen. A pishesh ka bën dashnia. Pi Gjermanisë, në Zvicër, një orë në Kosovë. Largësit i zhduk krejt, i zhduk nacionalitetet, i zhduk krejt dashnia. A mund është mi paramenu para 70-80 vjetë, Gjermënt kanë luftu me partizan. Gjyshi jëtë me gjyshin e kësaj, pam. Ob Sie 70 dir Jahre. vorstellen kannst, vor 70 Jahren, dass unsere Großväter gegenseitig gekämpft haben? Ja, es ist sehr hart. Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Mein Großvater ist gestorben im Krieg. Për ditë Gjyshi ka është. vdek. Po. Ich kann mir es nicht mehr vorstellen und ich mag auch keine Waffen. Ich mag auch keine Waffen in Rugova und ich bin da sehr dagegen. Po thotë s'muj mu me paramendu, jam ashtu kështu armik i armëve, nuk i du armë. Nas, muj me hap llogari për ata shka u bo. E mira Nas është muj, që po. që tash na e Që kena kjo këty është, këto do me krejt në thonë që- dashni, s'ka mu luft. Se na biles sfuni e kem përjetu luftën, e dim çka kemi Po. kështu që Zoti na ka ndihmu Gjermant, Amerikant, edhe kretë përndimi që na sot më konë të lirë, sot do dhe rrugova më konë për shefin juj, për shefin ton, për Po. Edhe me wir jetu sind si dankbar, njerëz. sagte, weil wir haben ja Ja. letztens Krieg erlebt und sind dankbar, dass alle Länder uns geholfen haben, dass wir heute halt alles genießen können. Ja. Këta ki pas para gjykime kur të kanë një Qeshë. familjar që jetu bashkëtu me një Gjerman? Jo, Jo. nuk kom pas. Me qenë se... Tashmo me viteve që ka nisë me ndryshu këto, po nashta para 15-20 vjetë këtë ma ndryshe kish Pa me po, veç të unis për jasaj, për shembull se print e mi janë më në mosh, se print i kam gjallë. Po. Janë Po më në mendojnë mosh. përgjithësi rrethi më i gjon se familja gjithsesi ta pranon çfarë do zgjidhje, çfarë do. Jo, zgjedhje, jo, se ta- nuk kom pas asni... Do më thonë, s'kom përjetu kur gjo diçka negative në atë aspekt, adin me më thonë, pse më Gjerman ose pse... Po. Edhe ma merr mendja ata që dojnë, ata të përkrajnë pavarësisht çka Po bën. në përgjithësia je ma lumtur që kemi ndru si mentalitet. Po, Se kjo përpara u jam ma e ndryshe. lumtur, se thjesht muj me kon vetvetja. Ja. Që Nuk kjo kam është që ka nevojë ne me këto, ndajt po. ashtu me rezerva, o qysh po rri, qysh po foli, çka po bëj. Do më thonë, muj thjesht me kon ajo vetvetja, edhe që ajo ma merr mendja e lumturon se cilin njeri, jo veç mu. Po. Do më thonë, kur s'ki nevojë me ndajt ashtu me rezerva. Përpara i martu vish pse ju ka thonë dikush që duhet më martu, jo pse e kanë pyet apo i don dikon as po i don dikon. është fakt, E do më tash thonë është- në kohën teme, atë kohë kur une e kom pas kohën mu martu, do më thonë një martu shumë e re, do më thonë atë kohë thëshin kur nuk je martu deri sa i ki bo 20 vjetë, ku s'pedoj ka Met, kukush. po, met e Met ndirë. pa martu, që ka u bo kështu, edhe dyqysh, ndoshta pa dashje na ka njep një farloj presioni atë kohë, që na, kur i kena bo 17-18 vjetë, veç kena mendu mu martu, edhe mandej ti je martu me qatë të parin që e ki taku, se ti ndoshta veç ki fol njerë, ose veç qka di unë njerë ki dal me pi diçka me dikon, As se kin gjoft, as se ki njohë, se po. ki dit, edhe je martu se ki mendu që qashtu duhet. A Sa ki do shtë- gjetë lumturin tash? Po, Sigurt? po sigurt. Je lumtur shumë, a? Jam shumë e lumtur. A cili, kur t'ja nisni mu përla, cili ja nisi pari ka zë drejtën? Mu përla, a mu pajtu? Mu përla, e është se pajtimi s'vje pa u përla. Okej, këthema përgjigjen, po mësja për këthe, mas ne e pysim këta. Okej. Marko fillon. Okej. Ti ma butje. One jam pak ma e butë. Marko, who starts the fight first? Wenn When wir you are mal- arguing and having a Wenn wir debate mal and... so, wer fängt an? Zu streiten. Ja, oder You or she? du oder ich? Ich. Eh, Aber- ai, Aber wir haben keinen Streit. E kush e Nuk bën përlohen. pajtimin?
Wir haben keinen Nikolai. Streit, nein. S'kena pas seriozisht asnjëherë. Wir sind sehr ruhige Menschen. 5 vjet Sa kemi ka shku bashkë. për lënia më e madhe për shembull? S'jemi Ngritje për lo, zani, seriozisht nuk me jemi thy sende për tokë? As me thy sende, as kur gjo hiç. No. Do të thonë që 5 vjet jemi seriozisht po them, jo veç pse pe them kështu, po nuk kemi pas Cili asnjëherë. një më xhelos? Was? Wer ist eifersüchtig, ja. Mir. Këtë ka e lefon. E pranon. Ja. Ku këtë marrë vesh. Aber- Thojnë për gjithçka, ky e xhelos, kjo. Ja, so ich war, weißt Sie gibt mir wenig Grund, eifersüchtig zu sein, aber okay. Po thot nuk më jep rast ose gjyqtojnë Po do se më ka jo prast për rast po për me po, xhelozu, po prap xhelozaj ka pak. Ka pak Ja, xhelozi. ich bin Löwe. Ich bin. Sa mendoni që kam ju zgat, jo dashnia, se dashnia po e shoh që jeni kështu në qiellin e 7, sa kam ju zgat që kjo ëndra që me jetu këtu, me punu këtu, me errit këtë Maketi Village, apo e keni bu plan që në herë nëse dështon me u kthy prapë në Zvicër? Jo, që ajo është më e mroma që e kena mendu, se na vet jetojmë aty. Do më thonë, kur kemi fillu gurët e parë, kur i kemi vendos, në fillim nuk ka qenë hiq në pyetje me bo biznis, ose me bo diçka të madhe, na kemi fillu me punu veç diçka për veti. Kur e kemi përfundu villën e parë, kemi thonë, i kemi fmin, na vinë fëmija, ndoshta e kemi ngusht, kur të vinë, se paramendojmë adin me arë këtë fëmija, do më thonë 4 ditë komplet për një herë, edhe kemi thonë, okej, pe bojmë edhe një. Kur o boa jo, kemi thonë, okej, po kur të vinë tonë, ku dojmë pregadit na me hongër, adin për tonë këta... Prapë po shihet ndikimi shqiptar, se që shtu i kemi bo edhe na shtëpiat. Bënej sopë sa mi shti kryt mas ne me bo marrë mësafir, me bo marrë bijat edhe një, me bo marrë edhe i katë për me flajt, edhe i katë hajt për mësafir që su i kur kërkush, a kena rënu në podrom. 3 katë shpijat në podrom më rënëshin. Ati me sta përishim minar ka uqat e perdet. Ti lojnë kështu të shtirkat me. Jo, qajo... Do të thotë e keni vendos definitivisht që do t'jeni Kosovar deri në fund. Nuk keni me... Deri në frymën e fundit. Po më vesh shumë mirë, unë ju dëshiroj shumë sukses. Faleminderit. Kam qef që këtë intervistë që e bo me ju me pas sukses që edhe shumë njerëz me ditë. Maketi Village. Sigurisht me inë faqen e tyre në Instagram, ju mundi me e pa se sa bukur ka ndreq, na pak i kemi qitë edhe videot, mundi edhe me vënu kontakt me Ketin edhe me Markun, edhe nuk ju kushton kur gjo njerë me shku me provu, me shëtit, me pa, edhe me kalu ndoshta një pasditet këndshme, ndoshta një vikend bukur, ndoshta edhe 2-3 natë me bujt, si djetë keni edhe vend për me flajt aty, apo? Po, krejt janë. Do më thonë 2 villat janë, një e kemi bo pak ma luksoze për qifte, do më thonë ata që dojnë me festu, ndoshta që janë martu, ose do në mja bo dhurat grus, ose burit për ditë lindje, ose për shenë Valentin, dita martesës, shka do që është ajo, ose... Pas pari pas këtë bo për veti. Po, se mas pari që aty kemi vanu na, po, është e vërtet. E tjetra është, do më thonë me 2 dhoma gjumit, ku e paramendojmë me ma shumë me familje me arë, do më thonë qift, me fmi, ashtu me kalu ko, edhe do më thonë kanë vend, edhe kanë mundësi, edhe ma mendja që nuk ju bohet monoton, edhe nëse vinë vikend, ose sikur edhe që shkanë arë musafir, kanë dejtë ka një javë. Shumë mirë. Unë ju dëshiroj shumë sukses, qëpse keni diçka për fund me na me dhonë një mesazh për shikus tonë, ose ne sanë që e kemi ka përsyna, ashtë as kemi ditë edhe mjë vetë. Jo, vetëm faleminderit shumë që kemi pas mundësin me konë musafir të juj. Një mesazh që kisha jep është
për krejt ata që kanë shku në mërgim, që nëse ndonjë aspekt e kanë mundësin mu kthy në Kosovë, dhe të kthehen. Mosisht. Dhe të One kthehen. message for our viewers. Ja, meine Message ist, wir wollen einen Ort schaffen, der begeistert, der ohne Worte ist. Und Leute, wo kommen, werden es fühlen, so wie wir es fühlen und die Leute, wo bis jetzt da waren. Wir sind nicht nur ein Restaurant oder Hotel, wir sind Familie. Që ta dush më përkthy se sa se kuptova. Po thot, gjithë ata që vinë të na, me ardhë, me ndje, do më thonë sikur na, qysh e kemi ndje atë vend, qysh e kemi punu, ata njerës që vinë të na, jo me ardhë me atë aspektin se nuk podoj me arrit atë qëllimin me qenë restoran, as hotel, as kur gjo, po me ardhë edhe me ndi vetën si familje. Si familje. Po. E di që nuk është bashkë klima mirë me investu në Kosovë, po se cili provoni me kapak, është mirë, për sheni që politika neve këtu nuk po na animon me bo Kosovën atë Zvicrën e vogël që kemi paramenu të Ballkanit. Nuk kemi të lumtur me politikat që po i bojnë këtu, po nashta bashkë që keni thonë jo, se cili gur me pas një qëllim. Bëhuni ju bëhuni, a i njoni prej gurve, që kena me ndërtu në atë kalon ton të suksesit këtu, na det nuk kemi vend turistik, ose vend bujqësor muj me shëndru Kosovën, qaq sa dim, qaq muj me bo, qaq kapacitet kemi, se na kompjutera ala herët është me bo, po bëhi si Marki edhe si Keti, edhe shfrytëzoni rastin to ka sa dush Kosovë, bëni diçka të mirë për këtë Kosovë, masi tjerë s'po bojnë. A i do politikanat e Kosovës? Magst du kosovarischen Politiker? Ich kenne sie zu wenig. Ich kenne sie, aber ich kann zu wenig darüber sagen. Ich bin zu weit weg, noch. Po thot nuk muj kur gjo me thonë se nuk i njoh shumë. Nuk i njoh. Also die Präsidentin schon. Presidentën e nxe, po. Vjosa Osmani. Edhe qka është një valon të na e fascionushme, se bash aty ku e kemi, do më thonë na Maketi Village, përballë neve është livadi i Ibrahim Rukovës. Po. Shumë bukur. Po. Edhe aty ku ki mundësi me hongër, do më thonë terasë të na, mundesh me po edhe me imaginu vendin ku Ibrahim Rukova është rrit e ka kalu ndoshta shumë kohë aty. Po duka marrë, ju që jeni rrita në pari edhe dini, po dini se ku është Maketi Village, edhe ju që e keni idol presidentin historik që shekom edhe unë, po më ishit me gjithë vendin letë edhe... Kur e kom kuptu qatë sen, se nuk e kom ditë, tash pe tregoj, po kur më ka spjegu dikush, kur më ka tregu një person që, do më thonë, qaj livad është livadi Ibrahim Rugovës, do më thonë, krejt qajo dashni që e kom shti aty, për 1000% mu ka rritë edhe ma shumë. Do më thonë edhe ti ku ke adhëru se Ibrahim Rugovës, si krejt Kosova. Po. I falimderit shumë, unë ju dëshiroj shumë suksese, Faleminderit. mos u ndalni, mos e nalni dashnin kur. Jo. I ka përceni problemet që fse shfaqen, se kanë mu shfaq ka jerë, rëshoni peka pak, për ju mësojën e kishe po di, po apëti për duhet për atër publikit më thonë që shtu, rrejni njerës të mirë dhe pozitiv që shtu që shini, kryani me sa ma shumë Kosovë, njëjtë se ju mundi me thonë ku i gjeta këta, njerës të mirë gjinen për njerësve të mirë, meti që kem pas javën e kalune me Safir, në ka njoftu ju ka bo mishë dhe shok, Po. edhe bas metit i kemi njoftu, kështu që ndoshta në bas të Ketit edhe Markut, kina me nxoftë edhe dikon tjetër, ky vend, kjo studio do t'jetë vetëm për ju, për njerëz të mirë cilët do t'afroni edhe do të bëni sene të mira për Kosovën. Një Mark ka ardhur në Kosovë,
me mujt marrë dhe 1 mark, bëhet 1 euro. 2 mark 1 euro konë. Për parë, mark. Du Mark hier holen? Ja, 2 D-Mark. Also er hat gesagt, 1 Mark ist gekommen. Wenn noch 1 Mark kommt, dann haben wir 1 Euro. Ja, 2 Mark waren 1 Euro. Po. 2 euro gang është aja tjetër, nuk është me mark. Po mirë konë me mark, se marka konë, neve në ka pas këpil në atë kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Meq, ka që ke personte, une po shpresoj që ju kemi ofru një histori të bukur, edhe të dashunis, edhe të vullnetit, edhe të biznisit, po edhe të investimit në Kosovë, që neve na duhet mas shumë të këtu. Ka që ke personte, natën e mirë, rrini urt, bëj njerëz të mirë, sa ma shumë dashni për njëri tjetrin. Natën e mirë. Mala Show.